Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ashhadu an la ilaha illa Allah waliyus salihin wa usalli wa usallimu ala an-nabiy al-mustafa al-amin al-mab'uth rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yawmiddin. Gjitha falënderimet të takojnë Allahut të madhruar, ai është vetëm i denjë dhe meritor për të qenë i lavdëruar dhe i adhuruar. Përshëndetjet dhe bekimet janë për të dërguarin dhe të zgjedhurin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen, shokët e tij dhe gjithë ata të cilët me mirësi dhe sinqeritet pasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Allahun e madhruar e falenderojmë për të gjitha mirësitë dhe begatit. I jemi mirënjohës në mënyrë të veçantë që na ka mundsuar që të vazhdojmë shoqërimin tonë sonte në këtë termin të rregullt në temën tonë Kur'ani edukon. Do të më thonë fillimisht se ajo edukate e cila buron prej Kur'anit, ose ai brum të cilin e ofron Kur'ani është i përshtatshëm për të gjithë, jo thjesht vetëm në kuptimin e asaj se njerëzit apo dojnë me e marë, apo nuk po dojnë me e marë, mirë po, Allahu i madhruar atë shumë ofron mundësi që njeriu të përmirësohet, të gëdhendet, të avancojë, sa që edhe maj menqëri, sikur se ja them zakonisht, nuk ishtë ditë me lyp, edhe me hulumtu e lemo me përpilu kësi mësime. Pastaj, gjithashtu do të me e thonë, ani pse na temën po e ndajmë në kapitoj edhe në temat të ndryshme, kemi folë që është Kur'ani edukon prisit, që është edukon masën, që edukon rinin. Sonte do të flasim që edukon Kur'ani femrat, që edukon femrën, po edhe këtë temë do të ndajmë në dy pjesë, pra sonte, edhe nëse Allah na jep ymër e mundësi, edhe javën e ardhshme, e sonte do të flasim që Kur'ani e nderon femrën. Pastaj edhe sigurisht do porosit do të na mbeten për javën që vjen. Ajo që bjen sy kur e lexojmë Kur'anin është se të gjitha ato urdhrat të Allahut fuqiplot, ashtu sikur edhe udhëzimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur drejtohen përgjithësi për të dyja gjinit. Edhe nuk ka ndarje në gjini, përveç atëherë kur ka ndonjë udhëzim që specifikohet, për shembull, specifikohet gjinia mashkullore, e dallume dhe e veçume për gjinisë femërore ose anasjelltas, por ndryshe, kur thot Allahu i madhruar, ja ejuhelledhina amenu, o ju që keni besu, ani pse shprehja është o ju të cilët keni besuar, e ledhine është të cilët, po në këtë thirrje bojmë pjesë edhe ato të cilat kanë besu. Kur thot Allahu i madhruar, ja beni Adem, o bijtë e Ademit, nën kuptohen edhe bijat e Ademit. Do më thonë të gjithë nuk kanë përjashtim. Nga njëherë specifikohen. Allahu i madhruar kryesisht i përmend çështo në përgjithësi edhe pa i veçu, mirë po ka edhe raste kur Allahu i madhruar i përmend do më thonë të ndarë, ani pse nën kuptohen të dy palët, e kjo mbase për me ju dhonë nerë edhe peshë edhe si me thonë vlerë të dyja gjinive. Hoxha na i lexoi do ajete në recatin e dytë nga surja Ghafir, o men amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yudhlamuna shay'a. Dhe ata të cilët bojnë vepra të mira, ose kushdo që bën vepra të mira duke qenë besimtar, qoftë mashkull apo femër. Këto e përmend Allahu disa herë në Kur'an. Qoftë mashkull apo femër. Realisht, kush jo më unë me thonë edhe mos me pas thonë Allahu qoftë mashkull apo femër, ishin nën kuptu të dyja. Mirë po munohna me nënvizu një gjë, se Allahu e ka përmend qoftë mashkull apo femër,
sikur na është dhënë neve mundësia me e kuptu se as njëna gjini edhe as kush nuk është përjashtu prej gjithë asaj që Allah i madhruar i ofron njerëzimit në përgjithësi. Për këtë arsye e vrem se Kurani në të vërtet i relativizon, nga njëherë i sjell në minimum, nga njëherë i asgjëson në përgjithësi të gjitha dallimet e panevojshme mes njerëzve. Dallimet gjinore në rastin tonë që po flasim, ose dallimet racore, ose dallimet etnike, ose kështu me radhë, Allah i madhruar i ka qitë pothuajse në zero ato, për shkak se njerëzit megjithatë kanë dallime, por janë ato dallimet e sakta në bazë të cilave njerëzit vlerësohen, sikur se është për shembull standardi i devotshmërisë. Për atë arsye thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, as arabi s'ka vlerë më shumë se jo arabi, as anasjelltas, përveç se me devotshmëri. Pra, nuk vlerësohet njeriu me përkatësi racore, me përkatësi etnike, me vendin ku jeton e kështu me radhë, për arsye se funit edhe sikur të vlerësohej, sikur ne të vlerësoheshim, për shembull, pse i takojmë racës të bardhë, s'do të ishte merit e jonja, nas do të fitonim për arsye se Allahu na ka kriju të këtill, se kemi zgjedh na. Por kur njeriu vlerësohet për shkak të devotshmërisë, është vlerësimi i drejtë për shkak se devotshmërinë e zgjedh secili për vete. Edhe xhinin kërkosh nuk e ka zgjedh, është dëshira dhe caktimi i Allahut fuqiplot, edhe në bazë të asaj e vrejmë se mundësitë që Allahu i madhruar u ka ofru meshkujve edhe femrave janë mundësi, mundën mos me konë mundësi të barabarta, por janë mundësi të drejta. E kom thonë disa herë, po e rikujtojnë këtë fillim të këtij trajtimi, se kur flitet për atë që e quajnë njerëzit barazi gjinore, femrës nuk i bën hajër barazia gjinore. E kom fjalën nga këndvështrimi i Islamit, jo nga këndvështrimet tjera. Për arsye se nga këndvështrimi i Islamit, femrës nuk i mungon kurrë. Përkundrazi, Allah i madhruar i ka dhënë tona të mirat, edhe mundu me thonë që i ka dhënë më shumë se sa i ka dhënë mashkullit në kuptimin e nderit, privilegjit, respektit, ndërsa mashkullin e ka ngarku më shumë në kuptimin e obligimeve e të ngjashme, edhe sikur të insistonin në barazi gjinore, do të duhet disa privilegje me u marr grave, me u kthy burrave, edhe do duhet disa obligime me u marr burrave dhe me u ngarku grave, gratë ose femrat gjithsesi do të ishin të dëmtuar nga kjo, prap po i referohem Kur'anit edhe Islamit, s'jam të fol për diçka tjetër. Historikisht femra nuk është trajtuar si duhet. Historikisht edhe sot nuk trajtohet femra si duhet. Ani pse njerëzit e kanë gojën plot me drejtat njerëzit e me barazi gjinore, me ku e diun drejtat e grave, mohabetet kësaj natyre, mirë po femrën, ashtu sikur se edhe mashkullin, ashtu sikur se edhe krijesën njeri në përgjithësi, drejt edhe mirë edhe korrekt e trajton veç krijuesi. Ai i cili ja din secilit natyrën, edhe ja përshtat secilit rregullat, udhëzimet edhe dispozitat. Por ajo që ndoshta ja vlen me përmend është se Islami femrën e ka trajtuar si njeri në radhë të parë. Mundet me tingëllu çuditshëm kur e nin dikush femra njeri, po për njerëzina të fol. Mirë, po ka pas raste kur femra nuk është trajtuar si njeri. Pastaj femrën e ka trajtuar si femër, nuk e ka trajtuar si mashkull, edhe kjo është e rëndësishme shumë për arsye se e ka qitë në katrorin ose në pozitën e cila i përshtatet, edhe në cilën ajo rrin mirë edhe rahat edhe komod. Me e qitë në një pozitë e cila nuk i përshtatet, do më thonë nuk rrin mirë, se duhet me ngarku me obligimet cilat nuk përputhen me natyrshmërinë e saj e kështu me radhë. Pastaj ja ka ngrit vlerën Allahu fuqiplot femrës, duke i ofruar pozita të ndryshme, sikur se është pozita e nanas. Për njerëzve të rëndomt, pozitë më të lartë, se sa pozita e nanës nuk ka. Për njerëzve të rëndomt, asnjë njeriu
nuk i kemi bërgj, jo vetëm respekt. Respekti është piknisja, po edhe gjona konkrete, ma shumë se nanës. Sigurisht do të flasim edhe për këtë temë. Pastaj, në pozitën e bijës, prapë Allahu e ka nderua dhe e ka ngrit shumë. Pastaj në pozitën e bashkëshortes, Allahu i madhruar i ka dhonë jo vetëm të drejta, po i ka dhonë shumë edhe privilegje, edhe në një farë mënyre femra mbetet pjesë e nderume dhe e respektume e shoqërisë njerëzore me të drejtat plota. S'po them me drejtat barabarta me të mashkullit, se prapë po them barazia nuk i përshtatet, me drejtat plota që nga njëherë është edhe e privilegjume. E dim se historikisht ka pas qasje jo të drejtë edhe të padrejtë pra. Ndaj grus, Islami ja ka pranu të gjitha ato që i takojnë për shkak se Allahu na tregon se në zanafillën e krijimit përjashtoi atë pjesën e mrekullueshme të krijimit të njerëzit. Pjesa e mrekullueshme e krijimit të njerëzit i ka dy etapa ose dy momente. Krijimi i Ademit alayhis salam prej balte. Kjo është e mrekullueshme. S'ka tjetër njeri që krijohet prej balte përveç Ademit që është krijuar alayhis salatu wassalam. Momenti i dytë është krijimi i bashkëshortës së tij prej brinjes së Ademit, që ka përshkruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ndërsa Allahu e përshkruan në mënyrë të përgjithësuar, thotë khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha. Allahu ju krijoi juve prej një personi e prej atij personi e krijoi palën e tij. Zawj, do të thonë palë. Zawj në arabisht përdoret për burr, bashkëshortë është fjala, përdoret për gru, bashkëshorte, po zawj kuptimin e ka çift. Edhe nuk bëhet zawj pakon dy, pakon çift. Edhe secila është palë me tjetrën edhe e plotson njëra tjetrën dhe Allahu kur thot khalaqa minha zawjaha, prej atij personi që Allahu e krijoi vet me dorën e vet. E krijoi palën e tij edhe kësaj u plotsu ajo pjesa e mrekullueshme e krijimit të njeriu. Pas kësaj fillon një proces i ri i krijimit të njeriu. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. E prej këtyne dyve masanej ka prodhu shumë burra edhe gra, mashkuj edhe femra. Ata pastaj të gjithë kanë lind me lindjen të natyrshme, tamam qysh lindin njerëzit në vazhdimsi, që është ligji i Zotit, e këtu pra në zanafillën e ekzistencës, mashkull edhe femra janë të barabartë. Të dy të lindin, pej nanës edhe pej babës. Nuk ka mundësi me ndodhë ndryshe. Pastaj, ata janë të barabartë edhe në statusin njerëzor, po edhe në shumicën e cilësive njerëzore. Pra, njeri është edhe burri, njeri është edhe gruaja. Pastaj janë të barabartë në përgjegjësi dhe obligime. E përmena, Allahu kur thot o ju që keni besu, o ju të cilët keni besu, nënkuptohen edhe të cilat kanë besu. Kur thot faleni namazin, edhe pse forma urdhërore është e gjinis mashkullore, nënkuptohen edhe gjinia femërore. Kur thot jepeni zakatin e njëjta gjë. Kur thot femen shahida minkum ash-shahra falyasum, kush është gjallë, kur vjen muaji Ramazanit le të agjeron. Do të thonë të gjithë përfshihen. Kjo është ajo barazia në aspektin legjislativ që në përgjegjësi dhe në obligime janë të barabartë. Po ata pastaj vazhdojnë me qenë të barabartë edhe në çka? Edhe në shpërblime dhe të arrituna. Fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yudhlamuna shay'a, ajetin që hoxha na lexoi. Kushdo që bën vepra të mira, duke qenë besimtar, qoftë mashkull apo femër, Allahu në fund thot, ata do të futen në xhennet dhe s'do të mungohet asgjë prej asaj që e meritojnë. Mbase vetë do të shtohet. E këtu pra edhe mashkulli edhe femra meritojnë sevap, meritojnë falje,
meritojnë deregje, meritojnë me hynë xhenet, edhe nuk ka kurfar kufizime në këtë aspekt. Kur thot Allahu i madhruar, Allahu krijoi prej juve, po mëne ju krijoi juve prej një persone, pastaj pe ati persone e krijoi palën e vet, i boni çift. Masë në momentin që u bon çift, vazhdoi njeriu me u reproduku, me u riprodhu meshkuj e femra. Allahu thot andaj kur ta keni parasysh çto, ç't barazi që e keni, fattakullah, keni frikë Allahun, edhe bindjoni Allahut ashtu që duhet, për arsye se mbetet pikrisht devotshmëria ajo e cila edhe dallimet që mundën me qenë të natyrës fizike, ose fiziologjike, ose emocionale, ose çfarë do qoftë, ato dallime bëhen të parëndësishme përballë këtij konceptit madhështor të devotshmërisë. Andaj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka fol për një temë, ju ka tregu meshkujve diçka. Qysh mundet me ndodh njerët në gjumë mundësia për me pas nevoj me u pastru e kështu me radhë, edhe aty ka qenë një grua dhe e ka pyet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thonë, ja Rasulullah, ti po i shpjegon burrave, po për neve gratë, a vlen të njëjtat rregulla? E ka thonë një shprehje madhështore. Ka thonë po, rregullat vlen, është temë tjetër kjo, po e ka thonë innama an-nisa'u shaqa'iqur rijal. Vlen të njëjtat rregulla për arsye se gratë edhe burrat janë vëllezër edhe motra. Në kuptimin e çkafit, në kuptimin e të përbashkëtave që i përmenda më herët. E thash edhe e dim edhe besoj që e majmë men që Allahu kur i drejtohet besimtarve, nga njerë i drejtohet kështu në përgjithësi, nuk i veçan. Mirë po ka raste edhe kur i veçan. Është një ajet në Kur'an, besoj që këta të rritë, një pjesë e madhe, ndoshta edhe e kanë mësu, tu i referu që nuk di që ka në ajet që njerëzit e recitojnë ma shumë kur dojnë me këndu Kur'an. Edhe shumica sot trive në vendet ndryshme recitojnë me të njëjtin stil, innal muslimine o el muslimati, e keni ni, që kjo është ajeti 35 i surës Ahzab, në cilin Allah i madhruar se cilën kategorit njerëzve të mirë që i ka përmend, i ka veçu burrat edhe gratë. Innal muslimine o el muslimat. Vërtet muslimanët dhe muslimanet, që i bjen të nënshtruarit dhe të nënshtruarat, o el mu'minine o el mu'minat, dhe besimtarët dhe besimtaret, o el qanitine o el qanitat, dhe të bindurit dhe të bindurat, o sadiqine o sadiqat, dhe të përzemërtit dhe të përzemërtat, o sabirine o sabirat, dhe të durueshmit dhe të durueshmet. E kështu me radhë, në fund të ajetit, e addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Allahu për të gjithë këta ka përgatit falje, edhe fjala falje, maghfira, ka ardhur në trajtën e pashquar për me të regu se e falje që Zoti e ofron për të dyja palët, edhe për meshkujt edhe për femrat, ajo falje nuk është e kufizume. Nga se në aspektin gjuhësor, trajta e shqume filani, është një njeri i veçantë, trajta e pashqume një njeri, kushdo mundet me kona ja. Të kishtë thonë Allah ju ka premtuar këtyne faljen, ajo faljen ndoshta edhe kish mujt me u kuptu si e kufizume, po kur thot Allah ju ka premtuar këtyne falje, do këtë sikur me konë e pa kufizume, shumë falje. Edhe për një vend njerëzit kanë nevojë për shumë falje, për shumë magfiret, për çfarë arsye? Për një arsye të thjeshtë, se janë shumë gabimtar. Janë natyrshëm edhe vazhdimisht janë gabimtar njerëzit, edhe për këtë arsye kanë nevojë për shumë falje prej Allahut fuqiplote. Allahu ka përgatitur pra për këta njerëz të mirë edhe për këto gra të mira falje, shumë falje, o ajran azima, edhe ajran azima ka ardhur në trajtën e pashquar, shpërblim të madh, e tash qysh me e kuptu trajtën e pashquar, shpërblim të madh, shumë shpërblim të madh, shumë shpërblim madhështor, edhe shumë në sasi, po edhe shumë madhështor në cilësi. Përndryshe,
Po them ka raste të veçanta kur meshkujt edhe femrat mundën me dallu në disa dispozita, mirë po kryesisht dispozitat vlen për të dyja gjinit. Allah i madhruar thot në surën Teube, ajeti 7, mos harroni çata ajetin që citova më herët, 35 surja Ahzab. E lexoni edhe imanin men, këne ka lavdu Allahu fuqiplot se nuk i përmend atë gjë. Në surën 7, në ajetin 7 të surës Teube, Allah i madhruar thot: "Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd." Dhe besimtarët dhe besimtaret, disa janë miq të afërm, të dashur të disave. Pra janë miq të njëri tjetrit. Vlen për burrat, vlen për gratë. Ya'muruna bil ma'ruf, urdhërojnë punë të mira, o yanhauna 'anil munkar, edhe ndalojnë prej punëve të këqija. Kush? Besimtarët dhe besimtaret. Ne shpeshherë kur flasim për davetin, kur flasim për urdhërimin punë të mira, ndalimin prej të këqijave, kur flasim për sakrificën në rrugën e Allahut, kur flasim për dhënien në rrugën e Allahut fuqiplot, sikur gjithmonë e qesim theksin te burrat. Edhe është shumë e vërtetë që ato obligimet që janë më të rënda, ma me peshë edhe lypin më shumë sakrifice për kushtim, burrat janë më të thirrur me i bë, po gratë në asnjë mënyrë nuk përjashtohen, e vjen një ajet sikur ajeti i surës Teube, ajeti 7, edhe dëshmon që Allah i madhruar i ka përmend këto obligime edhe në hak të burrave, po edhe në hak të grave, edhe neve realisht na mjafton që një gjë veç një herë në Kur'an me u përmend dhe ne jemi të bindur se ajo punë është ashtu. Andaj Allahu thot, besimtarët dhe besimtaret janë të dashur edhe dashamirës për njëri tjetrin. Çka bojnë ata? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, urdhërojnë punë të mira dhe ndalojnë prej të këqijave, wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata, e falin namazin, japin zeqat. Na në shumicën e rasteve zeqati sikur nuk na shkon mendja që është obligim edhe i grave. Dikush mundet me thonë, po na jemi familje edhe buxhetin e menaxhojmë bashkë, kena një buxhet, edhe ai buxhet nëse tepron prej asaj çka është sasia e nisabit, i jep zeqat krye familjari, edhe kjo vlen për krejt familjen. Edhe kjo është absolutisht e saktë. Mirë, po na mendojmë se s'ka buxhet ndryshe familjar. Na nuk e kuptojmë, ose nganjëherë nuk na shkon mendja se gruaja megjithatë mundet me pas një buxhet të vetë. Po e zom, nëse gruaja ka të ardhuna, që s'po du me thonë punon. Po për shembull gruaja e ka në pronësi të vet një dyqan ose një biznes. Edhe prej atij biznesi ose prej qirasa atij dyqani ka fitime të rregullta. Burri s'ka drejt m'ia marr parat. Edhe gruaja s'ka borxh m'ia dhon burrit parat, veç kisha pas qef me u kuptu drejt se ka këtu dikush që kanë herë më thot, po ju jap tepër drejta grave. Nuk është e saktë gjithsesi. Po flas për atë që Allah i madhruar na ka mësu. S'do të ishte e mirë dhe e drejtë dhe e saktë dhe në rregull, e as njerëzore që burri mu myt të punu, po e zom, argat krahi, e gruaja mi palu paret, s'po flas për këtë situatë. Po për një burr i cili qëndron mirë, nashta qëndron më mirë se gruaja vet, po edhe gruaja ka një buxhet të vetin. E thash kur vjen puna, burri jep zeqat për çat buxhetin familjar. E gruaja që i ka një 10.000, 20.000 euro të vetat, edhe ajo do të më dhon zeqat. Ose gruaja blen lira, jo për me ustolis me to, po për Milan thot se parve pi u vjen vlera, kështu që ti ka mëne do lira, i ka po 10 lira, 15 lira, do të më dhon zeqat. Pra, yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata, falin namazin. Çashtu qysh urdhërohen të dyja xhinit me u fal, çashtu urdhërohen të dyja xhinit edhe me dhon zeqat, edhe me i bë të gjitha ato punë të cilat Allah i madhruar i përshkruan si për ulje ndaj tij, wa yuti'una Allaha wa rasulahu, janë të bindun edhe respektues të Allahut dhe të pejgamberit, ulaika sayarhamuhumullah. Këta ka me i mëshiru Allahu. E këta ka me i mëshiru Allahu. Në qëta ajet s'ka drejt kërkosh me thonë grusë qëre neve Allah po na premton mëshire juve jo, për arsye se janë të përmendura në këtë ajet. Nëse kthehemi historikisht të zanafilla e ekzistencës njerëzore,
të krijimi i Ademit a.s. dhe krijimi i Hawas, bashkëshortës së Ademit a.s. Allahu të regon se në fillim u ka thonë, wa kulna ja Adem uskun anta wa zawjuka al-janna. Dhe i thamë, o Adem, ti dhe gruaja jote, bashkëshortja jote, që jeni çift tash, banonin në xhennet. Wa kula minha ragadan haythu shi'tuma, edhe prej saj, me të gjitha mirësitë, u shqehuni me bollëk, ka të kini qef. Wala taqraba hadhihi ash-shajarata fatakuna min adh-dhalimin. Mirë po veç një pemë është qëto mos e prekni. Se nëse e prekni qëto, keni me bo zullum, keni me bo padrejtësi. Edhe këtu e vrejmë se gjitha ato mirësi që Allah ja ofron Ademit, ja ofron edhe Havas. Pastaj, kur i mashtron shejtani, fa azallahuma ash-shaytanu, shejtani i shtyni për mërshit. Fa akhrajahuma mimma kana fi, e Allahu pastaj i nxorri prej atyit ku ishin to knaq. Problemi është se në civilizimet e kalume, ose më mirë me thonë, të idhtarët e librit para neve, qëndron se Ademin a.s. gruaja e ka shti me bo mëkat. Edhe si një farë mënyre, aty, këto nuk janë mësimet e Zotit, gjithsesi që gruaja e ka shti Ademin me shkel fjallën e Zotit. Janë aty ku ka depërtu dora e njerit, edhe ka dash që fajin në një farë mënyre me e kufizu veç të njëna gjini. Ndërsa Allah i madhruar s'po thot, po thot shejtani i shtini me rëshit, ndërsa përgjithësia është e të dyve, ashtu sikur se janë edhe pasojat të dyve, ashtu sikur se është edhe pendimi i të dyve. Rabbana, dhalemna anfusena. Zoti ynë, ne i bom padrejtësi vetës tonë, në surën Araf, ajeti 83. Rabbana dhalemna anfusena. Zoti ynë, ne i bom padrejtësi vetës tonë. Kush e ka thonë këta? E kanë thonë edhe Ademi edhe Hava, edhe burri edhe gruaja. O illem taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. E nëse ti nuk na fal, edhe nuk na mëshiron, e pat puna jonë. Dhe më thonë, që tu e shohim se Kur'ani nuk ka bo asi, s'po thëmë dalime, se dalimet mes mashkullit e femrës ekzistojnë. Po s'ka bo asi diferencime mbi bazat të dalimeve. Gruaja në natyrshmërinë e saj, femra në natyrshmërinë e saj, nuk është e fuqishme sa mashkulli. Nga njerë mundet me konë rezistente, s'po thëmë e fuqishme, rezistente, nashta ma shumë se mashkulli. Edhe do punë cilat i bojnë femrat, mashkullit s'munën me bo sabër me i bo, punë të shpise, do varpunsh. Por, atë pa fuqi që Allahu e ka kriju, vetë ka dash Zotit që ashtu me e kriju femrën, ja ka kompenzu me disa lehtësime edhe në dispozita. Për shembull, për neve burrat, s'ka asë një ditë, në vetë, një jetë, që mundu me pushu për i namazit. Edhe nëse të karo gripi, apet do të me u falë. Edhe nëse je shumë smut, apet do të me u falë. Po edhe nëse e ke pas një intervenim, nështë api matronëve një jetën tane, apet do të me u falë. Por deri sa femrave, Allah ju ka dhon lehtësime për gjendje jo aq të rëndume. Jo edhe qaq normale, gjithsesi, mirë, po jo edhe aq të rëndume, me ditë tana mos me u falë. Po menoj, qështu janë ato dispozitat që Allah i madhruar i ka parapa për të dyja të gjinit, edhe janë të drejta dhe të mira, thot Allah i madhruar, wa temmet kelimet u rabbike sidqan o adla. Fjalët e Zotit tënd janë të përsosuna, kanë arrit përsosmërinë. Edhe në vërtetësinë e asaj që ka lajmërojnë ose paralajmërojnë, po edhe në korekcinë e asaj që ka urdhërojnë. Do thënë fjalët e Allahut janë të plota. Kur thot Allahu ka ndodhur çështu, ajo është çashtu. Kur thot Allahu ka më ndodhur çështu, ajo është çashtu. Po edhe kur thot Allahu bëni kështu ose mos bëni kështu, ato janë të drejta edhe korrekte, edhe në këtë aspekt të dyja gjinit janë në një komoditet të plot. Allahu i ka, sigur se thash edhe më herët, i ka barazu edhe mashkullin edhe femrën në mundësinë e shpërblimit. Pra xhennetin mundet me e fitu edhe femra ashtu sikur se mundet me e fitu mashkulli. Thot Allah i madhruar në surën Ale Imran, ajetin 195, Festejabe lahum rabbuhum
enni la udhi'u amala amilin minkum min dhakarin aw untha. Pas këtij ajetit 195 janë do ajete ku Allahu na ka mësuar me parashtru disa lutje, fillon me në krijimin e qiellit dhe tokës, në dallimin e natës së ditës ka shenja për ata që janë të zotë të mendjes, ata të cilët e përmendin Allahun në kam ulur edhe shtrit, edhe ata të cilët thojnë kështu disa lutje, edhe pastaj Allahu në ajetin 195 thot dhe Allahu ju përgjigj atyre. Fastajabe lahum rabbuhum. Atyre ju përgjigj Zoti i tyre, enni la udhi'u amala amilin minkum min dhakarin aw untha. Se unë në asnjë mënyrë nuk ja humbi mundin e kujtdo që mundohet edhe angazhohet, qoftë ai mashkull apo femër. Qoftë ai mashkull apo femër, Allahu i madhëruar nuk ja humb mundin. Në tjetër ajet, në ajetin 97 të surës An-Nahl, Allahu i madhëruar thot: "Men amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min, felenuhyiyannahu hayatan tayyibah." Ai i cili ose kushdo që bën vepra të mira, qoftë mashkull apo femër, duke qenë besimtar, ne do t'ja mundsojmë atij me u gjallëru me një jetë të bukur. Në surën Nisa, "O men ya'mal min as-salihati min dhakarin aw untha wa huwa mu'min, fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yudhlamuna naqira." Edhe kushdo që bën vepra të mira, duke qenë mashkull apo femër, qoftë mashkull apo femër duke qenë besimtar, ata do të futen në xhenet edhe s'do t'u bëhet as pak zullum. E njëjta gjë e barazis qëndron te fakti i të drejtës për të pas, i drejtës pronësore. Ka pas në të kaluamën që femrave femrat janë privu nga e drejta për me posedu diçka. Çka do të qoftë, edhe gjërat më thjeshta, mos flasim më për ndonjë pasuni, përderisa Islami e bën atë të barabartë në statusin e trashëguesës, në statusin e asaj që mundet me u lënë testament, në statusin e asaj që mundet me menaxhu me një pasuni të caktuar, mundet me bë tregti, mundet me investu, mundet me shit, me ble, me dhon në rrugën e Allahut. Krejt faktikisht nuk ka kurfar kufizime në aspektin e menaxhimit të pasunisë që femra mundet me u privu. Allahu e ka nderu shumë pra femrën, e ka bo non, e ka bo bi, e ka bo gru apo bashkëshorte, të gjitha këto janë padyshim gjana privilegje, nderim që Allah i madhruar ja ka dhonë. Këto s'po du me i naqet, po i lojmë inshallah për javën e ardhshme, gjithsesi nëse Allah i madhruar na jep mundësi edhe ymër me i trajtu. Për nderimin që Allah ja ka bo femrës, menoj që falëm, s'po thëmë mjaft, ndërsa për edukimin që Kurani ja bon femrës, inshallah do të flasim në takimin e radhës si mas mundësis. Allah i rujt e ju bekoftë, ju falenderoj shumë për vëmendjen, inshallah takohemi javën që vjen. Subhanak Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.